Emrat e Jezu Krishtit, një emër tjetër për Jezu Krishtin është shpëtimtari. Është shkruar në Bibël për ta, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti, Zoti. Çfarë ka nevojë për shpëtimin e jetën tënde? Shëndet, familja, puna apo biznes? Unë besoj që Jezu Krisht mund të shpëtojë të gjithë këto dhe jemi sigurt që ai mund. Por gjëja më e rëndësishme që ke nevojë për shpëtim është vetë jeta jote. Ne besojmë se vetë ai mund të na shpëtojë nga vdekja e përjetshme. Ai mund të të shpëtojë edhe ty. Mjafton të besosh se është qengji i Perëndis dhe sakrificë e persosu që dha jetën e vetën në kryq për të paguar mëkatin tënde. Beso dhe jetën tënde do të ndryshojë plotësisht. Ai është shpëtimtari. Zoti bekoft.